Përshëndetje dashur miq të emisionit Avantazh. Jemi përsëri së bashku për të diskutuar kësaj radhe një temë mbi gjuhësinë. Teoria e embriomorfemave do të quhet titulli I këtij emisioni. Për këtë qëllim ne kemi ftuar sot në studio gjuhëtarin zotin Agron Dalipaj dhe etimologu njëkohësisht. Mirë se erdhe zoti Agron. Mirë se u gjeta, është kënaqësi të jem sërish këtu me ju. Çfarë quajmë embriomorfema? Teoria e embriomorfemave në gjuhësinë krahasuese ka një përplasje së fundmi. Mund të na sqarosh pak? Po, është një ngasje e gjuhëtarëve dhe jo vetëm e tyre për të gjetur origjinën e fjalëve. Si është krijuar fjala? Po. Me thënë të drejtën, studentët që vazhdojnë studimet për gjuhësi, në lëndën e morfologjisë, u thonë që ende nuk ka një përkufizim shkencor ç'është fjala, sepse ende nuk dim si është ndërtuar ajo. Në fakt, me fjalë të tjera, u japin të kuptojnë që shkenca e gjuhësisë nuk di si është ndërtuar fjala. Dhe fjala është objekti I shkencës së gjuhësisë, dhe kur gjuhësia zyrtare pranon që nuk e njeh objektin e shkencës gjuhësisë, gjithçka që bëhet mbas kësaj është mosnjohje e plotë e objektit shkencor të kësaj shkence, mosnjohje e plotë e fjalës dhe mandej të bësh etimologjinë e fjalëve, duke pranuar që ne nuk dim se si është ndërtuar fjala, kjo është një pohim që kjo që bëjmë nuk është shkencë. Dhe me fjalë të tjera është një gjullurdi shkencore dhe këtë mund ta provojë çdo kush që mund të pyesë një student ekselent në gjuhësi dhe ta pyesë se si është ndërtuar për shembull nga vjen fjala libër, fjala laps. Studenti ekselent nuk di të zbërthej asnjë fjalë të gjuhës shqipe dhe të gjuhëve të tjera. Kjo është shkolla e sotme, sepse kjo mbështetet në një pseudoshkencë. Në fakt, ekziston vetëm një teori në fushën e etimologjisë që quhet teoria e embriomorfemave. Ajo që I vën përballë nuk është teori, është një metodë që quhet metoda e krahasimit. Por metoda e krahasimit nuk rrjedh nga ndonjë teori. Metoda e embriomorfemave rrjedh nga teoria e embriomorfemave. Tani kemi përballë një metodë me një teori dhe me një metodë që rrjedh nga kjo teori. Jo për shkak se teoria e embriomorfemave është teoria ime, por nëse I përballim shkencërisht të dyja metodat, metoda e gjuhësisë krahasuese pranon vetëm një parim. Parimin fonetik. Pra këto janë dhe metoda dhe dallimet midis dy metodave etimologjike të asaj të krahasimit dhe asaj të embriomorfemave. Po, dhe mund të numërojmë vetëm një parim. Po. Metoda e krahasimit një parimin fonetik. Po. Por nuk një parimin morfologjik. Morfologji do të thotë formologji, dhe logji është fjala, formimi I fjalës. Ata ja na shkalojnë krejtësisht formimin e fjalës, për ta nuk ka rëndësi. Ky përjashtim u shkon për shtat të gjitha gjuhëve të familjes indo-europiane, sepse I barazon ato. Por ky përjashtim I parimit morfologjik nuk I shkon për shtat të shqipes. Sepse në qoftë se teoria ajo metoda e krahasimit do pranonte edhe parimin morfologjik, Shqipja arrin të tregojë nëpërmjet elementeve të saj minimal kuptimor se është ajo që ka krijuar fjalët për të gjitha gjuhët indo-europiane, për gjuhën shqipe dhe për të gjitha gjuhët indo-europiane. Kjo gjë ose është kuptuar më herët dhe kanë vënë një barierë që mos të kalohet, nuk është normale në asnjë shkencë të përjashtohet një parim shkencor. Kjo ndodh në një shkencë që quhet gjuhësi dhe është e shtrirë në të gjithë botën. Është njësoj si për shembull në ligjet e rëndesës që ka zbuluar Newtoni, t'i heqim dy ligje dhe të funksionojmë vetëm me një. Nuk është normale. Në qoftë se këtë metodë, heqjen e parimeve, mosmarrjen e tyre në konsiderat, do ta aplikonim në shkencat tjera si kimia, fizika,
agronomia, biologjia, do t'i shkatëronim këto. Po. Kështu, gjuhësia e sotme, që quhet shkencë, është kthyer në një dogmë. Dhe kjo dogmë reagon fort në qoftë se dikush tregon parime të vërteta se si është ndërtuar fjala. Por shkenca ka një definicion. Shkenca e vërtet ka definicionin që të triumfoj. Nuk mund ta ndalojnë përjetësisht këtë që bëjnë sot. Po mirë, çfarë është morfema dhe çfarë është embriomorfema dhe si dallohen mes tyre? Kjo do ishte më mirë që unë ta shpjegoja në tabel për publikun e gjerë, sepse edhe pse e kam thënë herë të tjera, ka shumë njerëz që nuk kanë rënë kontakt me shpjegimet e mia dhe do ishte mirë që ta shpjegoj. Këtu po shpjegoj një gjë. Në qoftë se gjuha është krijuar në 200.000 vjet, gjuha e folur. Ky është një segment kohor prej 200.000 vjetësh. Gjuha e shkruar ka një segment prej 3.000 vjetësh, ose 4.000 vjetësh. Të gjitha fjalët, shumica e fjalëve janë krijuar në një epokë që nuk e njohim. Dhe ne duam me gjuhësinë krahasuese rreken të shpjegojnë fjalët që janë krijuar në një epokë shumë të madhe, 200.000 vjet, ti shpjegojnë me një epokë prej 3.000 vjetësh. Dhe ti shpjegojnë me metodën e krahasimit e cila mbështetet në dokumentat e shkruara. Po fjalët që janë krijuar kur s'kishte shkrim, si mund t'i shpjegojnë? Me çligjësi janë krijuar fjalët e krijuara në këtë epokë që sot i shpjegojnë vetëm me epokën historike të shkrimit? Kjo është një pikpyetje e madhe. Sepse kështu, me këtë metodë të krahasimit, nuk mund të shpjegohen mitet, mitologjit. Nuk mund të shpjegohen termat biblik edhe kuranor. Atëherë, çka ndodh? Në qoftë se marrim një fjalë të shqipes, gjurmë. Gjurma, kjo është morfema, pjesa më e vogël që mbart kuptim dhe nuk zbërthehet sipas gjuhësisë krahasuese. Dhe kjo quhet morfem. Tani, ekziston një metodë dhe një teori që e zbërthen morfemën. Jemi pikërisht në epokën kur kjo njësi që quhet e pazbërthyeshme si atom gjuhësor zbërthehet dhe krijon të njëjtin revolucion siç krijoi zbërthimi i atomit në fizikë. Ç'është gjurma? Ne ecim në rër, ne ecim në dhe të shkrifët, në balt ose në borë dhe lëm gjurmën e këmbës, apo jo? Gjurma është një pjesë më e futur në sipërfaqen e sheshtë. Dhe gjurmë do të thotë gjë, hyr, më, ose ma. Që ka hyrë më shumë në... Që ka hyrë. Në qoftë se rën e bëjmë lë, çka ndodh? Fjala gjurmë kthehet gjë, ul, më, ose ma. Pra, shohim që për gjuhësinë sot, për gjuhësinë që bëhet në shkollat e sotme, zyrtare, kjo morfem është e pazbërthyeshme. Por, për një teori tjetër dhe metodën që unë kam, fjala gjurmë zbërthehet në 3 embriomorfema. Gjë, yr ose ul, ma. Tani ç'është morfema? Do ta bëjmë ul. Sepse r-ja dhe l-ja janë qiellëzore dhe ato vetë këmbehen me njëra tjetrën, njësoj si themi arbitër, albitër. Ose njësoj si që fëmijët nuk e artikulojnë do të rën dhe e thonë l. Ama nuk e thonë s, sepse ato janë të afërta, janë qiellëzore dhe me majën e gjuhës në qiellës lëviz pak dhe krijohet r-ja ose l-ja. Tani çka ndodh? Kjo gjëja është emër i pacaktuar i shqipes. Dhe ne kemi, në qoftë se duam, pra ne shpjeguam që kjo është morfema klasike, që gjuhësia zyrtare thot nuk ndahet, por që gjuhësia që mëtoj unë, thot kjo ndahet në pjesë më të vogla të kuptimshme. Këtu, profesorët dhe akademikët e gjuhës ngecin. Ata e kuptojnë shumë mirë që kjo ndahet,
por shkenca e tyre nuk lejojnë ta pranojnë dhe ata heshtin. Kjo është një nga arsyet e shumta, sepse nuk është e vetmja që ata nuk përballen me teorinë e embryomorfemave ose më saktë nuk përballen me Agron Dalipajn. Sepse në momentin që unë u shpjegoj që kjo që ju e njihni si morfem dhe ka ndërtuar një shkencë të tërë që quhet morfologji, dhe unë e zbërthej, mjafton të zbërthesh një morfem dhe viret në diskutim me gjithë shkenca e morfologjisë dhe bie gjithë morfologjia jo vetëm e gjuhës shqipe, por të gjitha gjuhëve indoeuropiane. Dhe kjo, që quhet morfologji, mund të quhet konceptologji. Morfologjia e vërtet e gjuhëve indoeuropiane dhe e gjuhës shqipe është tjetër gjë. Këtë mundem t'ua shpjegoj. Në qoftë se marrim bashkëtingëlloren M. Po, Nuk di a duket nga duket shumë pak, me sa duket nuk kemi mundësi të kemi një tjetër lëpustil. këto momente vetëm po televizim. Atëre, kemi bashkëtingëlloren M. Po, Dhe e bashkojmë me të gjitha zanoret. Me anë, bëhet ma. po, Ma tepër, ma lartë, ma mirë, ma shpejt, ka kuptim. M dhe E bën me. po, Është ka kuptim. Unë me filanin. M dhe E bën M. po edhe ma ka kuptim, ma i lartë, ma i bukur. M dhe E bën M, më shpejt, më mirë. M dhe I bën mi. Mi thatë fjalët, edhe mi, një mi, eci në për dysheme. Ka dy kuptime. Po, M dhe U bën mu. Mu tha goja për ujë. Tani çka ndodh? Në qoftë se marrim një tjetër bashkëtingëllore, L. Dhe bashkojmë me zanoret, L dhe A bën la. Apo jo? po, L dhe E bën le. Ku ke le? L dhe E bën L. E L diku. L dhe I bën li. Ka kuptimin mos e li këtu, mos e li atje. L dhe U bën lu. Dhe L dhe Y bën ly, mos u ly me boj. Apo jo? Tani çka ndodh? Duam të krijojmë një fjalë. Duam të emërtojmë një send ose një fenomen. Për shembull, duam të emërtojmë pjesën më të lartë në natyrë. Dhe marrim embryomorfemën ma. La. Që i thonë malas. Dhe mala, ngelet mal. ma i lartë. Tani, çfarë thamë me këtë? Me këtë thamë që të gjitha emrat e sendeve dhe të fenomeneve, të realjeve, Shpjegojmë. krijohen duke u bashkuar embryomorfemat e shqipes. Shqipja kështu ka 300 embryomorfema. Është njësoj si notat muzikore që janë 8 dhe me ato krijohen melodi dhe fjalët në gjuhësi krijohen nga embryomorfemat. Po gjuhët e tjera kanë embryomorfema? Po, gjuha që ka është më afër shqipes me embryomorfema është italishtja me 55. Greqishtja ka vetëm 11. Kjo do të thotë që ato janë si notat muzikore, me 2 nota muzikore nuk bën dot asnjë melodi. Edhe greqishtja dhe latinishtja, për shembull gjermanishtja ka 35. Këto gjuhë kanë mangut, por brenda fjalëve të tyre janë embryomorfemat e shqipes. Për shembull, po të marrim një fjalë. Më çudit fakti pse italishtja ka më shumë se sa shqipja, se ju thatë. Jo, italishtja ka vetëm 55. Kurse shqipja ka 300. Po, më shumë ka shqipja. Po. Pra, në vend të dytë është italishtja, por dhe ajo i mungojnë, do të thënë, i mungojnë shumica. Po. I mungojnë 70%. Stimulate. Çfarë ndodh? Po. Kjo fjalë e ka anglishtja, stimulation. Po. Stimulo e ka italishtja.
Dhe stimulon në italisht i thonë ostenit. Shqipja e ka stimuloj. Po. Çka ndodh? Shqipja arrin ta shpjegoj ç'është stimuloj. E nxis dikë televizit të bëj diçka. Dhe kjo është shty me loj. E shty me loj. Do me thënë e nxis me lujt. Pastaj fjalën shty e shpjegojmë brenda Shqipës prapë dhe këtë në dy pjesë më të vogla. Ndërsa anglishtja, italishtja, latinishtja dhe gjuhët që përdorin këtë fjalë e kanë të pamundur që ta zbërthejnë fjalën në pjesë më të vogla të kuptimshme. Kjo do të thotë që në mesin e gjuhëve indo-europiane që kanë mundësi të zbërthejnë fjalën është vetëm një gjuha shqipe. Dhe kjo në fakt të çon tek përfundimi që gjuha shqipe, përveç se është gjuhë, është edhe shkencë gjuhësore, është dhe origjina e gjuhëve indo-europiane. Sepse asnjë nga të gjitha gjuhët e tjera, përveç shqipes, nuk mund të zbërthejë fjalët. Kështu, gjuhët e tjera indo-europiane përveç shqipes janë gjuhë me fjalor në përdorim. Ndërsa shqipja ka fjalorin e vet. Kjo gjuhë që ka fjalorin e vet, kjo gjuhë që ka motorin e të gjitha gjuhëve indo-europiane, dhe ka aftësinë të krijojë fjalë të reja, dhe ka aftësi të shpjegojë fjalët e saj dhe fjalët e gjuhëve indo-europiane, pikërisht kjo gjuhë luftohet ekstremisht fort. Duke fshehur të vërtetën që del prej shqipes, të gjitha gjuhët barazohen. Por, në qoftë se futemi shkencërisht dhe kjo del nëpërmjet etimologjisë. Teoria e embryomorfemave jep mundësinë që të zbërthehen fjalët e të gjitha gjuhëve indo-europiane. Dhe së shpejti do krijohet edhe një program siç është ChatGPT-ja, por tjetër program i cili mbështetur në teorinë e embryomorfemave, në parimet e saj, në gjithë volumin e etimologjive që unë kam bërë dhe Butrin Balej ka bërë, në bazë të gjithë këtij volumi krijohet një program i ri i cili pasi të jetë ushqyer me mënyrën se si janë zgjidhur etimologjitë e disa mijëra fjalëve, mbi 5000 fjalë, ky program do krijojë në vetvete metodën, atë metodë që unë kam, ai implementon për të gjitha gjuhët indo-europiane. Në fakt, në këtë moment, ky do jetë momenti që bota shkencore do pranojë se shqipja është origjinë e gjuhëve indo-europiane. Ky do jetë momenti që shqipja nuk do trajtohet më si një nga gjuhët e para e shkëputur nga origjina e gjuhëve. Ky moment do të shkaktojë, si të thuash, atë që është hipotezë deri më sot se shqipja është origjina e gjuhëve indo-europiane, do ta kthejë në tezë të plotë. Sepse shkenca është e saktë, nuk pa ekuivoke. Ne tani jemi në një shkencë, në një teori që quhet teoria e embryomorfemave. Unë kam botuar 8 fjalor etimologjik. Jam njeriu më i sulmuar në fushën e gjuhësisë dhe të shkencës në Shqipëri. Janë bërë, kundër me janë bërë libra, emisione, shkrime, pafund. Sulme pafund, po. Janë bërë peticione, më kanë përjashtuar, më kanë çuar në përgjyqje. E vetmja gjë që nuk ka ndodhur është të mërzojnë një etimologji. Etimologjitë, sipas metodës së embryomorfemave, janë gati shterruese, disa nga ato mund të kenë më shumë se një pozim, por gjithsesi ka një dallim të madh midis dy metodave. Kjo që bëj unë, etimologjia në bazë të parimeve të teorisë së embryomorfemave jep zgjidhje për gati të gjitha fjalët. E gjithë etimologjia që është bërë sot me metodën e krahasimit bie, rrëzohet. Rrëzohet sepse për një fjalë nuk mund të ketë dy përfundime krejt të ndryshme. Po pra. Kështu po të marrim për shembull veprat e Çabejit. Në veprat e Çabejit, për shembull fjala kukurec thot Çabej vjen nga kokoreci e greqishtes. Hapim fjalorët etimologjik të greqishtes, babinjotin, dhe ai thot fjala kokorec e greqishtes vjen nga fjala kukurec e shqipes. Kjo ndodh sepse ata nuk futen dot brenda fjalës.
Ata nuk e kanë idenë se si është krijuar fjala. Ata nuk njohin parimet me të cilat gjua emërton sendet dhe fenomenet. Në këto rrethana, për shumë fjalë, ata japin mendime krejtësisht të kundërta. Një gjuhëtar i vërtet e kupton që kjo ndodh për shkak se këta nuk kanë parime shkencore. Metoda e tyre nuk është shkencore. Metoda e krahasimit nuk është shkencore. Kjo vërtetohet edhe në atë që unë nuk kam bërë oponencë shkencore përveç Shabejt që nuk ishte në këtë jetë, por askush nga ata që quhen thtar të Shabejt nuk arriti të mbronte dot Shabejn nga oponenca që unë i bëra, por për së gjalli edhe Kolet Stopalli nuk arriti të mbronte dot veprën e tij etimologji e gjuhës shqipe, as Anila Omari dhe as profesorë të tjerë si Bardh Rugova, Recep Ismaili. Kjo do të thotë, të gjithë këta njerëz që mbajnë tituj të mëdhenj e kanë të pamundur që të rrëzojnë një etimologji të Agronda Lipajt dhe kanë të pamundur që përballë teorisë embriomorfemave të mbrojnë etimologjitë e tyre. Po mirë, përderisa kemi dy metoda që përjashtojnë njëra tjetrën dhe cila metodë është ajo që e zgjidh etimologjinë e fjalës? Mund na jepni edhe disa shembuj, po mundot. Po, ne thamë që kemi dy metoda. Po. Shkencore është ajo që bind. Për shembull, Çabej thotë që fjala hëna e shqipes, mbasi shkruan 354 fjalë, arrin në përfundimin që fjala hëna e shqipes duhet të vijë nga fjala kandra e proto-indoeuropianistes. Dhe i vë një yll dhe ajo është një fjalë e hamendësuar. Gjuhësia sipas metodës së embriomorfemave e thjeshtëson. Hëna është sateliti i tokës, kur është 15 ajo është e rrumbullakt, apo jo? Dhe natën tjetër fillon anën. Dhe ky është një trup që kryen veprimin edhe anën. Dhe quhet an, bie një a, se janë bashkohen dy a, dhe quhet han. Në këtë moment është përjashtuar gegnishtja, sepse në variantin tosk hëna nuk e tregon etimologjinë. Është hëna, nuk tregon, nuk e tregon foljen ha. Është kaq e rëndësishme që ne të marrim në konsiderat gegnishten, sepse ajo na jep forma të gatshme se si janë krijuar fjalët. Për shembull, mund t'ju them një fjalë shumë të bukur. Po. Fjala mace. Të gjithë, kur kemi qenë të vegjël, kemi pas mace në shtëpi dhe disa nga ne kanë dhe sot. Mace. Po. Nga vjen fjala mace? Diti? Mace. Mund të përfundojmë në kinezishte. Por kemi një variant në gegnisht që quhet mica. Aha. Mica. Mi është miu. Miu, mi që kap. Dhe ca është dza, mi dza. Por dz-ja është dhëmbore dhe kalon nga dz në c. Dhe mi ca është mi dza. Pra vjen nga dza miun, me dza në miun. Është kaq e thjeshtë. Por është kaq e thjeshtë sepse na e tregon në variantin origjinal në të cilin është krijuar. Pra, po të shikosh se si e trajtojnë gjuhëtarët e sistemit të sotëm albanologjik, është krejt e panatyrshme që ti lexosh dhe si i nxjerrin nga gjuhë pre-indoeuropiane të hamendësuara dhe shpikin dhe fjalë të hamendësuara. Pra, gjuhësia krahasuese është një shkencë e cila nuk mbështetet në fakte. Pse teoria e embriomorfemave është më reale dhe më shkencore? Teoria e embriomorfemave
mbështetet në embryomorfema që ekzistojnë, nuk mbështetet në hamendje. Pra, përjashton hamendësinë. Përjashton hamendësinë. Dhe në fakt, teoria e embryomorfemave mbështetet në tabelën e embryomorfemave që ekziston. Është njësoj si tabela e Mendelejevit që ekziston. Tabela e embryomorfemave është pikërisht si tabela e Mendelejevit, ekziston. Nuk mund të më akuzoj kush që këto janë hamendje. Nuk mund të më akuzoj dikush që si u bë ka Z-ja C. Po bëhet, sepse ato janë dhëmbore dhe këmbehen me njëra tjetrën. Ne themi vesh rrobat. Pastaj themi shvesh, svesh, çvesh, dzvesh, zvesh, zhvesh, edhe shvesh. Po edhe fjala emri Castro, që në greqisht do thot kala, Castro në shqip, në gegnisht Castro, që strehon. Shiko, Castro në shqip është fjala kështjell. Castello. Fjala Castello vjen nga fjala kështjell, që është shtjelluar, e rrethuar. Po edhe Castro. Dhe nga kështjell, kastel, dhe lëja bëhet r bë Castro. Pra, në origjinë është fjala kështjell që do të thotë e rrethuar, e mbështjell. E përstjell, e mbështjell. Që mbron. E kështjell. Një civilizim që është brenda. Kaq e thjesht për të kuptuar. Për të kuptuar. Po. Përderisa metoda juaj, do t'ja agroni, jep zgjidhje, pse nuk pranohet ajo? Dhe nëse një ditë do të pranohet, çfarë do të ndryshonte kjo në metodën e shkencës së gjuhësisë? Natyrisht që unë jam koshient që një metodë e re, një teori e re, has në vështirësi, sepse përpara saj ekziston diçka tjetër. Ekziston një paradigmë, shpesh ekziston një dogmë. Gjuhësia sotme në shumicën e saj në lidhje me etimologjinë është dogmë. Dhe kur vjen një ere shkencore, siç është teoria e embryomorfemave, e cila kërkon përballje. Pa përballje nuk ka vlerësim. Unë mund të jem rasti vetëm në botë që në një shtet që quhet demokratik, të kem mbi 10 vjet që kërkoj oponencë shkencore për veprat e mia dhe nuk më jepet. Ndërkohë kam sulmuar fort metodën e krahasimit duke rrëzuar atë sepse ajo metodë, nëpërmjet asaj metode, është nxirr identiteti i gjuhës shqipe dhe identiteti ynë kombëtar. Ajo metodë është përdorur duke qenë se nuk është shkencore në pjesën më të madhe të saj, është një metodë abuzive dhe duke qenë e tillë, ajo është përdorur për ta stigmatizuar gjuhën shqipe si një gjuhë të mbushur me uazime dhe këtë e bëjnë ndaj një gjuhë që është origjina e gjuhëve indo-europiane. Origjina e gjitha gjuhëve. Tani çka ndos? Të gjithë gjuhëtarët, akademikët e gjuhës, e kuptojnë fare mirë teorinë dhe metodën time. I kuptojnë fare mirë etimologjitë e mia, sepse i kanë librat e mi dhe i lexojnë. E vetmja gjë që u mbetet atyre si sistem është të presin të kaloj koha derisa Agronda Lipaj të vdes. Kjo është... Po nuk e din ata që me vdekjen e një shqiptari të madh lindin 10 të tjerë të paktën? Ç'është e vërteta, ajo që i ka friksuar më shumë, i ka irrituar më shumë, i ka bërë të funksionojnë në grup. Ke parasysh hjenat i lëshojnë një luani. Jo se unë jam luani, por një hjenë e vetme e di shumë mirë që nuk ka shans që ta mundi një luan. Por 100 hjena e mbysin një luan. Por në shkencë kjo nuk funksionon. Nuk funksionon sepse duhet të mbytin të vërtetën shkencore. Nuk fitojnë asgjë duke mbytur Agronda Lipaj. Ajo që unë bëj sot është shpërndarë në shumë njerëz. Ajo që ndodh është se publiku i gjerë në masën më të madhe më ka pranuar. Po ata po munden letë të mundin me format e tyre që të kundërshtojnë, po kanë fakte. Nuk ka shkencëtar në botë që të ketë bërë protesta para Akademisë Shkencave për të kërkuar oponencë. Unë mund të jem rasti i vetëm në botë që përveç kërkesave për oponencë kanë bërë dhe protesta që të kemë oponencë.
Ore, hajdeni më kundërshtoni, ore, protestoj. Kam kundërshtuar etimologët zyrtar, po thuaj të gjithë. Më ka ngelur vetëm Bardh Demiraj, po dhe ai do ta ketë një oponent prej meje. Është e sigurt. Kjo nuk është përballja Gronda Lipajt me akademikët e gjuhës. Kjo është përballje midis dy metodave. Njëra metodë, kjo që kam unë, është shkencore dhe rrëzon metodën tjetër. Kjo metodë tjetër ka ushqyer një sasi njerëzish me tituj, të cilët në një moment të caktuar nuk din çfarë të bëjnë. Por midis tyre duhet kishte të paktën një burr të ndershëm dhe të thoshte ne nuk do ta pranojmë Gronda Lipajn, por të paktën të japim një përballje. Po dhe? Kjo nuk ndodh sepse ajo që ne quajmë albanologji nuk është albanologji, në fakt është anti-albanologji. Nëse albanologjia do ishte shkencë, ajo do më kishte dhënë mundësinë e përballjes ose të paktën të kisha një oponent shkencore. Që nga e thënë që unë të vazhdoj luftën time dhe unë jam i sigurt që këta nuk do më pranoj bota një ditë, bota shkencore, dhe këta do jenë në pozitën më të vështirë kur kjo të ndodhi. Po mirë, ju keni një fjalor aty dhe i keni shkruar shumë fjalë aty. Mund të na i demonstroni disa nga ato fjalë për të cilat ju keni të drejtë, mendoni se keni të drejtë? Atëherë, unë po ju jap këtë libër fjalor të turqizmave. Po. Këtu hasat e fjala gjol. Po. Ma gjeni do të fjalën gjol këtu? Gjol, dhemi të gjëja. Duhet të jetë këtë nga fillimi. Nga fillimi, po, të gëja. Këtë e kem brapa, më duket? Po. Ja. Po. Po, këtu. Gëja, gjë. Gjol. Gjol. Gjol, po. Po. Gjole, turqisht. Liqen, kënet, pelk, luc, regjistruar edhe gjol Kavalioti. Po, atëre fjala gjol. Këtu janë dy autorët nga Prishtina që kanë bërë librin e turqizmave në gjuhë shqipe dhe fjalën gjol e quajnë fjalë turke. Apo jo? Po, siç po e shikojmë. Ç'është gjoli? Është një masë e madhe lëngu që është e lëvizshme. Po. Pra gjol do të thotë gjë që luan. E kemi si tek fjala gjuhë, që e kemi patur gluhë, gjë luhë. Në greqisht e kemi glos, që do të thotë gjë los, gjë që los. Lingua, lun gjë a. Po për te kësaj. E kemi fjalën lëngje, lun gjë. Pra, fjala gjol në analizë të fundit nuk është fjalë turke, sepse në qoftë se do ishte fjalë turke, shqipja ndan në dy pjesë, gjë, lë, gjë që luan. Agron, më bjen çudi. Marrim një fjalë tjetër këtu. Më bën çudi fakti, një sekondë se nuk mund të hesht pa e thënë. Pastaj i themi dhe fjalët e tjera. Ja këtu pash një fjalë, për shembull, gjezve. Gjezve. Ose gjezve. Gjezve. Po. Gjezve, ose gjëzje, vë gjën që zjen. Tani si mund të jetë kjo fjalë turke, kur ajo tregon që është një gjë që e zjen edhe vë dhe zjen. Dhe ajo që kisha merak të thoja dhe po e them tani, kur dim që Turqia nuk ka, me gjithë perandorin që e përfaqësonte më përpara, nuk ka në një histori më shumë se 600 vjeçare, si mundet që të merret për shembull një fjalë e gjuhës shqipe si turqizëm apo huazim nga turqishtja, kur vetë turqishtja është një nga gjuhët më të reja të botës? Kjo është shumë interesante që thoni ju, sepse në momentin që erdhën turqit, ata panë që Ballkanasit ose Konstantinopoli, që ishte qendra e perandorisë, kishte ndërtesa guri, kishte ura, kishte harqe, ura me qemer, dhe në kohën që erdhën nga Mongolia, dymi mongol, këtu po të shikosh fjala qemer, quhet fjalë turke. Kur turqit kur erdhën jetonin në çadra dhe na gjetën me qemer. Po të shikosh për shembull mund ta hapësh te fjala qerpik. E kanë bërë fjalë turke dhe ata? Po.
mund të themi që turqishtja ka marrë nga shqipja, dhe është më normale, sepse na ka gjetur këtu. Shiko, fjala qerpik dhe turqishtja nuk është gjithë vetëm një amalgam e gjuhëve mongole, shqipe edhe gjuhëve aziatike, që është krijuar si gjuhë. Nuk është një gjuhë burimore ja ku është. Popullore që ka folë një popull i caktuar. Qerpik, mund ta lexosh këtu. Po. Lexoje. Qerpiku, qerpikët. Kirpik, push, qime të vogla, buz kapakve të syve, regjistruar edhe qirpik. Nga turqishtja, thotë. Nga turqishtja, po. Atëre, vetëm këtë fjalë, ti themi profesor Bardh Rrugovës. Malësorët tanë, qerpikve u thonë prekat e syrit. Dhe që prek, ajo rp-ja kaloj në ajo për-ja kaloj në rp, dhe nga që prek kaloj në qërpek. Pra kemi të bëjmë me që preken. Nuk ka asnjë gjë turqizëm tek fjala shqipe qerpik. Kështu, një masë të madhe të fjalorit të shqipes, puro shqip, janë munduar dhe kanë kthyer në turqizëm. Kjo është një punë shumë e qartë anti-shqiptare, anti-shkencore. Është anti-kombëtare thelbësisht. Kjo është arsyeja që ju pyetët që këta nuk dalin as në debat. Këta nuk dalin as kur dikush u nxjerr këto gjëra dhe nuk dalin as të mbrojnë punën e tyre. Bardh Rrugova nuk mund ta mbrojë dot fjalën qerpik. Kjo është si në një luftë kur pushtohet një shtet. Duhet pushtuar metër për metër. Lufta për gjuhën bëhet për çdo fjalë. Këta zotrinj, me një të rënd të lapsit, i kanë hequr shqipes 13.000 fjalë dhe e quajnë turqizma. Jo vetëm kaq, por dëmi më i madh që këta bëjnë është sepse këta konsiderojnë akademik dhe këta merren për referenca. Dhe merren për referenca nga bota shkencore. Ata nuk rrinë dot për shembull anglezët, nuk rrinë të kontrollojnë që është shkencore kjo që ka bërë ai as është. Atyre u mjafton që një akademik shqiptar pranon që Shqipja ka 13.000 huazime. Atyre u mjafton që një akademik shqiptar të thotë që Shqipja ka 30.000 latinizma dhe italizma. Atyre u mjafton që të thonë që Shqipja ka 20.000 greqizma. Dhe të dalin në përfundimin që shqiptarët nuk kanë gjuhë të tyre dhe kanë për referenca akademikët e gjuhës shqipe, të Tiranës dhe të Prishtinës. Kjo do të thotë që nuk është se këtu është vetëm Bardh Rrugova. Se po të ishte vetëm Bardh Rrugova, do ta kishim rregulluar punën. Këtu është që është një sistem i tërë i organizuar që punon natë e ditë kundër gjuhës shqipe. Dhe ky sistem acarohet në momentin që dikush del kundër sistemit. Por deri tani, nga sistemi tyre nuk ka lëvizur asnjë hallk, nëse e gjykojmë sikur është një zinxhir i mas dhe nuk këputet asnjë hallk. Çdo me thënë hallk, hallk është çdo akademik, çdo profesor që ka bërë libra huazimesh për gjuhën shqipe. Janë mbi 100 fjalor huazimesh në gjuhën shqipe dhe doktoratura të mbrojtura me huazimet në gjuhën shqipe. Nuk ka asnjë doktoratur, asnjë mbrojtje diplome dhe asnjë fjalor që të tregojë që Shqipja ka dhënë një fjalë gjuhëve të tjera. Pse? Se direktiva slave është e qartë. Akademikët shqiptar duhet të zhgryen gjuhën shqipe deri në 100%. Kanë ngelur tani dhe 3% të fjalorit për ta quajtur të huazuar. Kjo është albanologjia zyrtare e Tiranës dhe e Prishtinës. Kur do reagojnë patriotët e vërtet, qeveritarët, politikanët, kur do jetë dita që një prej tyre të reagojë? Po kur shikon në peticionin që bën kundër meje, shikon edhe deputet si ai Braçe, si e ka emrin, Erion Braçe. Si mundet një deputet të vërë emrin në një peticion ku kërkohet censurë ndaj një studiuesi? Çmenduri. Kjo nuk ndodh në asnjë vend të botës që edhe një parlamentar të pozicionohet kundër gjuhës shqipe. Kjo ka ndodhur, është Erion Braçe me emër, me fytyrë dhe me mbiemër. Fatkeqësi, që bën dhe si
opozitari. Në qoftë se do të nxjerr këtu Partisë vet gjasë. listën e atyre që janë në peticion, ka çuditëra. Pse luftohet kaq e gërgjuar Shqipe Agron? Është një nga pyetjet më me interes edhe për publikun. Ju e dini fare mirë që në Europë nuk ka patur një popull i cili të ketë pësuar aq gjenocide sa kanë pësuar shqiptarët. 3 gjenocide i kanë bërë grekët. Në 200 vjet. Dhe jo në 100 vjetët e fundit. Po. Jo në 200 Po vjetë. që kur janë krijuar. Që nga 1914. Po. Dhe mbrapa, kur Greqia, sepse Greqia e sotme, në vitin 1912 ishte sa 1/3 e vetë. Dhe Edhe më pak. në luftën e parë ballkanike dhe botërore, Greqia u rrit me 2/3. Ajo që sot quhet Epiri i poshtëm, në fakt në hartat e shtetit grek deri në vitin 1912 quhej Kato Albania, Shqipëria e poshtme, dhe kishte si kryeqytet Janinën. Po. Në 1920 deri në 1922 grekët përzuan me zjarr dhe me hekur 2.8 milion banor nga Epiri, sikur ishin turq. Në shumicë ata ishin shqiptar, bektashin. Sot në Epir janë rreth 300 e ca teqe, të rënuara, janë muret e tyre, por janë dëshmi se atje ka pasur një popullsi bektashiane në shumicë dhe u përzun sikur të ishin turq, dhe ky krim, ky gjenocid u quajt nga Europa si këmbim popullsish, është njësoj sikur sot ti marrësh francezët me dhunë, ti çosh në Gjermani dhe të marrësh një pjesë të gjermanëve ti çosh në Francë dhe këtë ta afirmosësh si këmbim popullsisht, sikur na kanë quajtur sikur ne kemi këmbyer një pjesë të makinës, kemi hequr 2 goma andej dhe i vum këtej, por në fakt është një tragjedi e madhe dhe kjo Europë, në të cilën duam të futemi, nuk i njeh këto gjenocide dhe nuk njeh as gjenocidet serbe mbi shqiptarët që kanë qenë edhe më të dhunshme. Nuk e di nëse dikush njeh një popull tjetër në Europë që të jetë përndjekur dhe të ketë pësuar kaq gjenocid nga shqiptarët, nga europianët. Është e kot të themi që në fakt e kemi pasur nga grekët dhe nga serbët. Ato 2 shtete kanë qenë 2 mekanizma të krijuara kundër shqiptarëve dhe të financuara, po të ndjekësh dhe të kërkosh. Greqia ka marrë shumë ndihmë në kohën që bënte gjenocide ndaj shqiptarëve, po ashtu edhe Serbia. Kjo është një histori e dhimbshme, Pra janë forca por të tjera. që për këto histori Akademia e Shkencave nuk ka bërë asnjë studim, as Instituti i Historisë, dhe bëjnë çdo gjë të mundur që shqiptarëve të fshihet gjua edhe historia. Nuk kemi asnjë studim për perandorët i lirë të Romës. Historiografia italiane sot pranon vetëm 8 perandorë romak të Romës dhe 28 i lirë. Në fakt janë 41 i lirë, po 28 pranon historiografia romake. Ne na thonë që luftrat më të gjata të njerëzimit ishin luftrat i lirë romake, dhe kur këto luftra mbaruan menjëherë kishim perandor i lirë të Romës, por na thonë që liria humbi, po nuk na shpjegojnë faktin pse perandorët mandej ishin i lirë. Po. Historia nuk njeh asnjë luftë greko-romake, por Europa njeh Greqinë. Në mesjet Greqia nuk kishte asnjë princ grek, të gjithë princat ishin shqiptar. Historia nuk njeh një luftë greko-romake, nuk njeh një kryengritje greke anti-osmane. Edhe ai revolucion ishte revolucion i arvanitëve dhe i shqiptarëve. Pikërisht. Si e shikoni të ardhmen e gjuhës shqipe në aspektin shkencor, Agron? Po, kanë kaluar 2 vjet nga shpallja e revistës më prestigjioze në botë shkencore, Shkencë, Science në Amerikë, Po. nga një
numër shumë i madh shkencëtarësh mbi 30-32, që konfirmuan se shkencërisht me metoda të reja shkencore se shqipja është 6.000 vjet e folur pa ndërprerje dhe është e paragjuar shkëputur nga ajo që ata e quajnë origjinë e gjuhëve. Në këtë moment besoj që ata gabojnë, pasi origjina e gjuhëve nuk mund të jetë tjetër përveç shqipes, por studimet e tyre janë të një natyre tjetër, me metoda tjera. Ata nuk e njohin ende teorinë e embryomorfemave dhe metodën që rjes nga ajo. Unë e di që kjo gjë do marri pak kohë, por gjithsesi do vi dita që teoria e embryomorfemave do të pranohet dhe kjo ditë nuk besoj se do jetë shumë e largët dhe gjithë bota do njohë që gjuha më e vjetër dhe origjina e gjuhëve indo-europiane si familja më e madhe e gjuhëve në botë është shqipja. Dhe kjo ka një rëndësi shumë të madhe, se pasi familja indo-europiane e gjuhëve është familja më e madhe në botën e gjuhëve, atëherë duke qenë se shqipja do shpallet origjina e kësaj familje, shqipja njëkohësisht mund të shpallet edhe gjuha më e vjetër në botë. Kjo do t'i bëj shqiptarët edhe më krenar. Kjo do t'a bëj botën që të na vështrojë ndryshe. Të na vështroj ashtu si që jemi populli më i vjetër në botë, që ka gjuhën më të vjetër në botë, që ka historinë më të madhe, më të përhapur në botë. Jemi populli që kemi drejtuar 2 perandori dhe jemi populli më i luftuar në botë, edhe sot. Është e vërtet. Dhe kjo gjë direkt ka të bëjë edhe me politikën tonë të brendshme, e cila nuk i ka favorizuar as pak rrethanat dhe historinë që ne kemi. Po përkundrazi ka luftuar edhe me egër ato. Por populli ynë thotë që e vërteta vonon, por nuk më haron. Dhe një ditë gjërat do qartësohen. Shpresojmë. Unë falenderoj Agron që ishe pjesë e këtij emisioni, e këtij diskutimi. Ju na sqaruat pak për teorinë e embryomorfemave dhe disa të tjera detaje që i thatë në këtë emision. Shpresoj që edhe ata që na kanë ndjekur të kenë kuptuar diçka më tepër. Unë sigurisht që do ta rindjek prap emisionin, sepse është kënaqësi të jesh me ty në studio dhe ti dëgjosh dhe ti ridëgjosh disa herë ato që thuhen. Kështu që nuk më ngele tjetër veç se të falenderoj që ishe sot në këtë studio dhe me shpresën që do të jemi përsëri. Edhe unë ju falenderoj që më ftuat dhe shpresoj që në ftesën tjetër të keni një laps më të mirë. Po, përpiqemi të duken gjërat më mirë. Po nuk besoj që kjo mund të jetë ndonjë punë armiqësore. Se besoj. Gjithsesi, unë falenderoj. Dashur miq, ky ishte emisioni për sot. Falenderojmë dhe të ftuarin ton, edhe ne gjejmë rastin të falenderojmë dhe ju që na ndoqët deri në këtë moment. Do të shikojmë përsëri sigurisht në emisionet e ardhshme. Deri atëherë, kalofshi sa mirë. Mirupafshim.